dashuria sot? Po, Eli, ku ka ma bukur se të dashurosh? Po, a din sot gjeneratat e reja me dasht? Për gjeneratat e reja se di veç për pak ma të vjetrat, unë po nisem për veti, a për gjeneratat e reja, vala, deri dikun. Po? Se di, ndoshta ka, tash mbarët edhe krejt prej rrethanave, qysh është situata, qysh e kanë ndërmjet veti, qysh mirë kuptohen, krejt këto lidhen. Por ti thua që nëse folë vetëm prej përvojës tënde, këtë rast thua që të ka mjaftu vetëm dashuria me bashortin? Po, shumë. Shumë. Qysh je njoftu me bashortin nëse mundemi me ditë? Urnamir Elis Qysh je njoftu me bashkëshortin nëse mundemi me ditë? Po, unë kam qenë Kosovë, edhe në bazë tezës tem, e ka pas buri tezës shok, edhe jemi njoftu, edhe jam marrë në Zvicër para 25 viteve. Shumë mirë. Po, kemi kalu, normal që kemi kalu një vit e gjys, edhe e kum pa që është njeri duhur për mu. Shumë mirë, më thuaj diçka kështu, a mendon që sot gjeneratat e reja kërkojnë shumë ndaj njëri tjetrit? Eli shumë do po njët. A mendon që sot kërkojnë shumë gjeneratat e reja ndaj njëri tjetrit? Po, shumë, po, ajo është shumë 100%. Femrat apo meshkujt? Po më duket valla femnat ma shumë. Po, dojnë me pas pare, dojnë me pas kertë mirë, dojnë me pas pushimet mira, krejt ato i këqyrin. Na për para nuk i kemi këqyr bashkë qashtu. E kemi dash njerin qysh është. Po, tash të rejat jom pak ma ndrysh, edhe i kuptoj, së është gjenerat e re, Eli tash s'mundem na me këthy edhe i arsyton, po, pra, edhe i arsyton pëse pojnë ka shumë kërkesa, pra. Po, e kam vajzën 20 vjeqare, nuk te pron me kërkesa, po e kuptoj së është e re. Po, edhe një farë forme kur ja ka plëcu gjithmonë familja e saj, sigurisht që nuk mundet me ranë në ratë standard që ka jetu